Në kuadër të planit të masave të hartuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, me qëllim garantimin e rendit dhe sigurisë për ndeshjen e futbollit Shqipëri dhe Serbi, janë parashikuar kufizime të përkohshme në qarkullimin rrugor në disa akse kryesore të kryeqytetit. Sipas njoftimit të zyrtar të policisë, rruga nga hoteli ku është akomoduar ekipi i Serbisë deri në stadiumin Arena Kombëtare përmes bulevardit Bajram Curri do të ketë kufizime të pjesshme në disa orare të përcaktuara. Masat do të fillojnë të zbatohen që pas ditën e kësaj të premteje dhe deri të shtunën në orën 18:45 për mbarvajtjen e zhvillimit të ndeshjes. Kufizimet do të zgjasin deri në 25 minuta gjatë secilit kalim. Autoritetet kërkojnë mirëkuptimin e qytetarëve dhe respektimin e udhëzimeve të policisë për të siguruar mbarvajtjen e aktivitetit, duke paralajmëruar tolerancë zero ndaj çdo shkeljeje të rendit dhe sigurisë publike.